Gazetari i njohur shqiptar Artan Hoxha është bërë sërish pjesë e titujve kryesor në media, por këtë herë jo për një investigim apo kronik të fortë, si që jemi mësuar ta shohim zakonisht. Ai është filmuar në një restorant luksus në kryeqytet në shoqërinë e një gruaje, e cila sipas burimeve të afërta dyshohet të jetë shtetase italiane. Pamjet e siguruara nga klientë rastësishëm kanë nxitur reagime të shumta dhe spekulime për një lidhje të mundshme mes të dyve. Sipas dëshmitarëve që ndodheshin në të njëjtin ambient, mes Hoxhës dhe zonjës në fjalë, janë vërejtur jo vetëm biseda të përzemërta, por edhe gjesta afeksioni si përqafime të shkurtra dhe momente flirtimi. Edhe pse asnjëri prej tyre nuk ka reaguar publikisht mbi këtë ngjarje, atmosfera mes tyre ka qenë e tillë që ka shtyrë shumë të mendojnë se marrëdhënia e tyre mund të shkojë përtej shoqërisë së thjeshtë. Artan Hoxha, i njohur për qëndrimin e tij të rezervuar për sa i përket jetës private, nuk është parë shpesh në situata të tilla publike. Kjo ka shtuar edhe më shumë kurreshtjen e publikut, i cili e njeh atë si një figurë serioze dhe profesionale, larg zhurmave të jetës roz. Megjithatë, fakti që ai është parë në një ambient të tillë me një zonjë të huaj dhe me një sjellje të afërt, i ka dhënë ngjarjes një dimension më personal dhe më të ndjeshëm. Deri në këto momente nuk ka asnjë konfirmim zyrtar nga ana e gazetarit apo e personit tjetër të përfshirë në këtë ngjarje. A është ky një kapitull i ri në jetën personale të Hoxhës apo thjesht një takim miqësor i keq interpretuar nga publiku? Kjo mbetet për tu parë në ditët apo javët në vijim, sidomos nëse ndonjë reagim publik do të skuarojë zyrtarisht natyrën e kësaj lidhjeje të mundshme. Në një kohë kur figurat publike janë gjithnjë në vëzhgim dhe çdo lëvizje e tyre interpretohet në mënyra të ndryshme, kjo situatë ka treguar edhe një herë se interesi për jetën personale të njerëzve të njohur mbetet i lartë. Ndërkohë, mbetet në dorën e vetë personazheve të përfshirë që të vendosin nëse do të ndajnë të vërtetën me publikun apo do ta mbajnë gjithçka private. Po ju, çfarë mendoni për këtë situatën? Komentoni mendimin tuaj dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe.